sa herë kam ndërprer, sa herë kam rifilluar video, sepse nuk po di se si ta hap videon, sepse kam harruar, kam shumë kohë që nuk kam filmuar, dhe nuk kam harruar se si të flasim në një telefon që nuk më shikon asnjëri, vetëm unë po flasim. Prandaj, përshëndetje, mirë se erdhe te një tjetër video këtu në kanalin tim. Unë po bësh e gati dhe vura këtë këtu, që kam parë në Ada, te këtu edhe shumë i miri, dhe pse unë kam fytyrën të ndryshëm, nuk vesh shumë, po vej vetëm pak, edhe kam gati 2 muaj, ca që kam përdor 2-3 muaj, nuk e maj mend, kam treguar edhe më përpara, po përdor këtaja, e vej këtaja, si përpara të vej kremin, edhe bet më i ndriçuesëm. Nuk kemi shumë dritë, sepse për jeshta e kemi vrejnë të kohën, po nese, unë po bësh e gati. Palosa disa robë, qova klanjer në Kopësht. Vajtë në supermarket, bleva gjëra, erdha në shtëpi, vura fasullet të bëheshin, palosim me disa robe dhe thash të bëj një make-up kot kështu me erdhi. Nuk e dia do vetëm me ndonjë vend, nuk e dia do nuk do vetëm me ndonjë vend, sepse pastaj do marr Klarën nga Kopshi, edhe për këtë arsye thash të bëj një make-up kot, poria, s'u di çfarë të bëja, kam bërë të gjitha punët, edhe thjesht poria. Edhe thash, ok, do bëj një make-up. Merdi kështu, nuk do bëj diçka wow, po thjesht një make-up kot. Edhe thash, pse jo, të marr, të flasim pak. Ju them kush na ju ka vajtur në pushime, kush na ju është me pushime, dhe si po ja kalon juve, si neve. Me nësh gata, ajde, data, është data 22, korik, dhe nuk kemi vajtur akoma në pushime, sepse neve do vejmë në gusht, në fillim të gushtit themi, të jemi mirë deri atëherë, edhe do vejmë në gusht, edhe deri atëherë do bëjmë durim. Kjo koha këtu në Gjermani është shumë e keqe, po na jep shumë bezdi, sepse s'kemi diell, edhe kemi shumë keq. Ka qenë vrajtur. Vrajtur shi, shumë keq. Kemi pasur të kohën këtë ditë. Edhe mezi presim të na dalë edhe neve çik dielli këtë, se gjellë, ndërkohë që them shumë ftohtë, unë jam me një freskose këtu, se e që vura ataja kremin që tregova jeshil, edhe nga që vura atë dhe po thaje që fytyrën që mos të kem shumë të lagur ku të vendos kremin, make-upit. Edhe kështu, neve pushimet kemi në gusht, fillim gushtit, në Shqipëri, në Greqi, ndoshta do ikim me makinë, po ikim me aeroplan, nuk kemi për akoma biletat janë shumë shtrenjtë. Do thoni juve pse s'ke për më përpara, po edhe më përpara ku kemi parë kanë qenë shumë shtrenjtë. Edhe kështu kemi ngelur dhe nuk e di me çfarë do ikim. Edhe kemi, domethënë, ky vit, të them të drejtën, për neve ka qenë çik jo i mirë. 2026 nuk na ka hyrë shumë mirë, po e bëjmë që të jetë më mirë. Kështu, them unë. Edhe më thash të bëj një make-up. Dua që të shikoj se po që fillim të gushtit, të përgatis disa gjëra mos t'i lejnë në momentin e fundit, domethënë disa gjëra që më duhen mos t'i lejnë në momentin e fundit që t'i gi andej këtej pastaj. Edhe kështu dua të dalë ndonjë ditë, shikoni se nuk flas mirë, të blej ndonjë robë plazhi, se nuk kam në Shqipëri roba banjo, edhe i kam vetëm në Greqi, se atje bëj banjo, nuk e dia do bëjmë në Shqipëri, po dhe nuk do rrim dhe shumë në Shqipëri, as në Greqi, dhe nuk e dia do vim të bëjmë banjo, po thjesht i kem
Dhe pse jo, të jenë aty bashkë me mua në valizhe. Të vetë njerë këtu, se nuk do të vesh shumë. Prandaj jemi shumë e vëmë neve me pushimet. E zgjellëm në gusht, sepse nuk do ketë shumë trafik po që ikë me makinë. Dhe pse deri më thënë kam parë shumë lajme në Facebook tek faqet që janë mamat shqiptarë në Berlin, që thonë që ka shumë trafik, kam pasur shumë ngarkesa në dogan. Edhe nuk e dimën se si do jetë ku do ikim neve, a do ikim me makinë njerë, po sigurisht me makinë se deri më bileta do në vend gati mjeca. Se normal se pre dhe për fëminë. Biletu. Të vemi që ngjyrë se për jashtë është vetëm gri. Vetëm gri e kemi pasur të kohë. Dhe nuk e di e shikoni, po nuk ka fare diell. Mos të mësime po fillon dhe të cërkoj dhe jemi shumë keq. Ndoj këtu. Këto. Dhe i të shikoj nesëm duket, nuk e di ose edhe i me ku marrë Klarën në kopshë të shkoj të hëmeje bashkë me Klarën. Kam shumë kohë që s'kam dalë me Klarën tek dyqanet. Gjithmonë e qoja te kopshë Klarë dhe shkoja vetëm. Po, kështu është. Ku e ke në kopësh, shkon dhe vetëm. Do vete një të hëmëja, nuk e di do vete sot, po ku të vete, do të vete të hëmëja, se kam parë se ka robet e banjës si ka me ullje men. Normal, po i kanë koriku dhe i kanë ullje të hëmëja. Kam përësitur një tapet për salonin. Saloni jonë ka ndryshuar. Do të ndryshoj dhe në divanin. Do të ndryshoj dhe divanin që shu thash të salonit. Po jo ende. Se i që dua unë të marrë, kushton shumë. Nuk i dihet ndorim të kjo shtëpia, do ndërojmë këtë vem. Sigurisht dhe dimri tu të kaloj. Unë do shumë të ndroj shtëpi, po s'gjen, nuk gjen shtëpi në Berlin për të ndruar. Okej, të bëj. Këtu e një të reqe këshu, po ja, shumë okej këshu. Sedi. Nuk e di. Të dhe një roz, apo, jo, Leila me rozë. Nuk e di. Një qupikët, betlat, dhe shofim vajti. Kjora, nuk të e gjë. Shikoj për jeshtë se them do në bëhet nami. Nami me këte kohë. Këto kohët e fundit një fiksuar me këngë popullore. Sepse kam parë dasmën e Kristinës, si në rije në Instagram, edhe më është fiksuar këngë popullore. Nuk e keni ide. Edhe i me anë këngë popullore për të gjoja. Do thonë juve. Po në gjenjen. Si jam unë, si po i flasë.
Ja questa. Këngë popullore për gjoja ndaj me. Po nga që përgjoja këngët, është të hap një video duke u bërë gati. O zot, çfarë bëra? Duke u bërë gati. Dhe mbylla syrin dhe u bëra pis. Si hiret kjo men? Dërgoj që ke bërë bazën në bërë. Ta le njërë të thajet, po tha nuk hiqet. Okej. Shiko? Po është kështu. Pa e fërkuar. Okej. Të këtu ka marrë kastile për make-upin. Unë e përdoj shumë të lyem. E di pse, sepse pas e përdoj shumë të heq make-upin. Po, shumë më. Kam qenë shumë kështu e person që lyesha, po me po përdoj shumë që të heq make-upin. Po shumë më. Se vjen darka që unë e heq make-upin. Në darkë që të bësh për parë, të lash fëmijën, të rregullosh tasat, për në kopësh, për në punë tjetrit. Okej, se klasë për në kopësh që bëjnë në mëngjes, për në punë për burin. Edhe kështu, përdoj shumë pasaj të heq make-upin, po duhet të heqësh pasaj. Ti për to, po fytyrët e kërkon që ti të heqësh make-upin. Se ma ha pasaj shumë sytë, për nuk e hoqë make-upin. Dhe me thë për nuk e hoqë rimelin. Kjo këtu, na kjo firma këtu, dhe shkon, është shumë e mira, për mua. Se të gjeti bëri? Për mua, i men për të tjerë nuk këti. Okej, make-up ju bë, i men vetë lot. Unë për përdor këte për vetë lot. Se kisha ato të tjerat dhe më prishën. Nuk e di që patën. Edhe nuk për i holla. Dje i holla. Po, dje më duke se i holla. Dhe men që bëj. Së ndje rregullova vendi këtu që kam produkte, se dhe të shikoja qëfar kam për të marrë me vete ku të vete në pushime dhe qëfar duhet të blej. Se normal blej shumë gjëra dhe pastaj gjysma t'i laj. Dhe kështu duke se do bëj dhe i me, se i kam futu këtu posh që mos t'i kapi Klara dhe t'mi hapi. Dhe pastaj i haroj t'i marrë. Dhe ku vete në pushime, kërkon tjetëri të lyet dhe nuk ka asë një gjë pastaj që të lyet. Më thani ju, ky është për flokët, e di unë. Edhe të flokët nuk përdor lak, as lak, as ndonjë shampo të thatë, se kam dëgjuar se janë kanceroze. Ato shampo të kështu të thata. Nuk e di sa e vërtet është, po ma nuk më pëlqen. Unë jam njeri frikacak me sëmundjet. Me sëmundjet e rënda. Edhe kështu. Po, mua ky më ma shumë mirë, vetë lot.
Dua të filloj të bëj live në YouTube. Po i men, gjatë beharit, të gjithë, ka filluar punë, sezoni. Edhe kështu, bën vetëm live me vetën tate. Ose disa me pushime, nuk dorin të shikojnë telefonin. Dhe me i bërë njerëzit se ku edhe me pushime, të del koha për telefon njerë, dhe nuk do që të telefonin. Po, ja unë që jam në shtëpi dhe nuk kam ikur akoma me pushime. Dua që të filloj kursin e gjuhës. Edhe ku të them në pushime, do i fute me kokë kursit. Shkoni ju gabimin që bëroni men. Nuk fshiva petlat, ku parë se t'i bëjmë me lak, edhe gjithë make-upi men, me shber këtu e bardhë. Shikoni? Kjo është gabim që bën dhe i marri edhe pastron të bardhat. Prandaj, mos bëni këto gabimet, ku doni të lueni. Marrim këteje, dhe unë këte përdor vetëm për këte këtu fillimit dhe këte këtu fillimit, sepse shikoni nuk kam unë aty. Kuse këte nuk bëj asnjë gjë. Dhe thjesht të bëj një vi dhe të tërheq kështu lart. Do mbosh, pa shkoj në anët, se do thojë greqisht, pa me aptinaj me lë. Dhe njëherë thëm, pse se bëra kanali greqisht. Dhe njëherë thëm. Dhe njëherë thëm dhe. Shumë të të edhafe, më vinë në greqi. Kështu është mirë, së më të dhe është më shumë shqipe. Edhe kjo ishte make-up, ja. Petlat i rrugullova, po janë një qikë të bardha, sepse që shu thash bërë këte kabimone. Doje të vendosja bardh, ka të varsën këtu, me këtë kështu, gjyrë floriri. Ma varsën më kapin shumë flokët. Kjoj, zinxhiri mi kap shumë flokët. Dhe kam shumë inat, ku mi bëjnë kështu flokët. Ku vendosën veth, Klara i shikon. Dhe thot, po mua. Po ty. Unë të vej veth ty, po si këtë të qpura. Këtë të vej të thjeshta. Marrë këto kështu. Kështë të thjeshta. Ja, i ma neve këte nga doli djedhje. Dhe pastaj të thoni ju pse se morën fëmijët. Njëherë djel, njëherë shi. Men jam për të rrugulluar dhe qikë se mua qikë flokët, se kështu nuk del njeri ju me këto flokët. Se nuk ndjetë më mirë njeri ju me këto flokët. Dhe jam për të hedhur. Edhe të shikojmë qikë gjëndin e flokëve. E keni vërre, po në këprer flokët. Bëra mirë që i preva, po bëra shumë mirë se i ndihmova qik flokët, se ishin shumë keq. Do doja mos të kisha prerë kaq shumë flokët. Po thash, okej, flok janë, do rriten, behari vjen, në det shkatrojnë më shumë, dhe thash, jam okej.
Una nuk i sistemoj se nuk i sistemoj. Këto flok që i kam pre una në këtë model kështu, ja. Vinë të gjata kështu dhe vinë kështu. Edhe duhen sistemuar, duhen rregulluar. Una nuk i rregulloj, po, doja të bëhet një model tjetër që mos të kisha të mendje që duhen rregulluar. Po, ku i preva una, pastaj mendova, po, si zi rregulloj. Duhet të mirë me floka që t'i rregulloj. Po, nuk mirë. Dhe është ashtuja më shumë që i preva, është se më bje shumë aman. Qime. Floku. Shumë më bje. Ima të bëj pak zhurëm, sepse do rregulloj flokët dhe ju marë dhe ha pastaj. Edhe ky është rregullimi që bëjun të flokët. Dhe normal se bletë ndëqimin që ka lëshuar këtu. Që ka putur. Kjo blerja ka qenë një nga bleret më të mira që kam bërë për flokën tim. Se mi rregullon shumë mirë dhe ku i kisha të gjatë mi rregullon të shumë mirë. Dhe i men mi rregullon akoma më mirë. Dhe një arsye pse i preva dhe flokët shumë të shkurtra ishte sepse dohet të hiqa lyren që kishe bërë atëherë për një vjetorin e Klarës. Që kishte zbritur goxha, po shifeni, na atëherë ku i preva flokët ishin akoma më të shkurtra dhe më duket se kanë dy gishta janë rritur. Bëj gati një muaj që kam prerë dhe t'ju them se sa kushtuan këtu në Gjermani, sidomos aty ku vajta unë për të pre flokun tim, do thoni do i maja ashtu dhe nuk do i preja. Një moment pak. E do thoni që do i maja ashtu dhe nuk do i preja. Po, unë e vajt i preva. Dhe i preva i preva me çmimin 75 euro. Ku e pyeta se sa do kushtoj prerja. Kisha pyetur një çati. Çati ndërkohë që më tha se prerja mund të kushtoj te 50 euro. Dhe thashun, ok, 50 euro, thashun, është ok, thashun, do bëj larjen, do bëj krefjen, do bëj dhe prerja. Thashun, ok, 50 euro. Po jo, mëj. Jo, më çati, thashun, qa 50 euro? Unë pagova 75 euro. Për çmimin. Po ishte shumë shtrenjtë. 75 euro. Preva flokët. Po më pëlqen, okej, do zjatën. Dhe çfarë pas kam marruar una? Të lipuzët. Nuk e dija kishte këtu në Berlin ndonjë shqiptar që të priste flokët. Po të kishte kam bërë gabim që s'kam vajtur. Të pres flokët atje, sepse besoj do më dilte më mirë dhe kisha dhënë te një person që them është në vendi im, është shqiptar. U bejmen, u prem, ikën. Do kemi
kështu vlerën tjetër që kam bërë, që është dhuratë për ditëlindjen time, se kisha ditëlindjen në 10 korrik. Gabim, kush nuk më urovi, gabim. Dhe ishte Philips. Philips, ajo që bën laser. Është kjo këtu. Dhe e kam treguar te video tjetër, prandaj të shkoni ta shikoni unboxing që ka bërë. Është një nga blerjet që them që do e ribleja shumë herë. Domethënë po të më prishësh, se nuk ka kushtuar edhe pak, po të më prishësh do e ribleja, sepse ja vlen. Domethënë dje që bëra përsëri seancën e duhur që të thotë ajoja, i djeg, pastaj mas 10 minutash ku ke mbaruar, ato bien goxha. Dhe t'ju tregoj qik. Nuk e di se sa shikoni, kjo është këmba ime. Dhe këtu ka ngelur akoma vetëm pak. Una jem person që për qimet nuk të falem. Më jep mua atë qime dhe nuk të falem. Që shkoni te krahu kam shumë. Po te krahu nuk dua që t'i heq akoma, sepse dua të shikoj një rezultat të trupit. Pastaj t'i heq tek krahët dhe ose do bëj, po që do bëj dhe te krahët. Po te krahët nuk më bezdisin, se jam mësuar i men. Nuk e kam shumë problem. Kush dole të thoj hiq qimet në te krahët, nuk e kam problem, sepse nuk është diçka që mua më bezdis. Është diçka që unë e kam pranuar që ku kam që në vogël dhe pse i mend të kem bezdi, se nuk më bezdis fare që unë kam qimet e krahët. Dhe është te një zonë që mua nuk më jep bezdi qimja. Po se të trupit tjetër, do më thënë, mustaqe me jep bezdi, mjekra me bezdi, bikini normal, këmbët normal, sjella normal, dhe prandaj bëja laser për mjekrën dhe buzët dhe bëja 30 euro. 30 euro në muaj vija 2 herë, 60 euro në muaj. Edhe kështu nuk ja dilte, domethënë do njëri ishte 1 herë në muaj, do njëri ishte 2 herë në muaj. Pastaj 1 herë ma jepte falës, nuk ma jepte falës, sepse janë shumë për dhe pyeta për sjellat, për bikini, për këmbët, që unë qimen e kam shumë të zezë. Qimen e kam shumë të zezë dhe më thanë që gati te 1.000 ca, 1.500, 1.700. What? 1.700 për sa ishte 6 muaj, pastaj do bëj përsëri. No. Ose kjo nuk është se e ndalon, domethënë bën disa seanca dhe do e ndalosh. Kjo është që do e vazhdosh, domethënë do e vazhdosh çik më pak, pastaj ku qimja të bëhet më e bugut, që mos të jetë shumë, po nuk do e ndalosh asnjëherë, sepse po e ndalove kjo qimja pastaj fillon e përsëri bëhet. Edhe kështu zgjodha të blija këtë, të shikoj, po që e mirë me këtë, do vazhdoj me këtë. Po kam pa shumë mirë. Edhe kështu. Unë i mendoj le dhe shifemi më vonë, po dola me klarë, po s'do me klarë, shifemi nesër që do dalë vetëm, sigurisht që do dalë nesër vetëm. Prandaj, paqim.
e di se ju kam lënë nga dje, pa ju marrë fare, po vajta mora Klarën në kopshti, erdhëm në shtëpi, e vuan në gjumë, nuk vajtëm as me një vend për dyqan, sepse përjashtë bësh një erë e madhe, ka stuhia e men, që është kjo era e madhe dhe nuk vajta as me një vend bashkë me Klarën. Edhe sot vajta vetëm tek qendra tregtare për të blerë më shumë për robe plazh vajte, po nuk gjeta, domethënë shumë gjëra të hemeja, ishte bërë një rëmuj nga që janë me ulje dhe ishte bërë shumë rëmuj. Edhe mora vetëm një palë rroba banjo provova, të tjerët nuk i mora që i kam vënë në foto, nuk i mora, vetëm një palë mora, një bluzë, ata fustanin që ishte për në plazh nuk e mora sepse më rrinte, po thjesht nga që kam bark, edhe dukeshte shumë barku, edhe nuk e mora. Edhe ty tregoj se çfarë kam marrë, kam qenë dhe te Dëmeja, edhe kam qenë dhe tek ai dyqani, po ta shikoni te video që ju kam ngjitur, është një dyqan mrapa që kishte gjëra koreane, edhe kishte edhe gjëra kështu koreane, domethënë që përdorin në Kore, që janë këto që shikojmë nëpër videot. Që dhe për të ngrënë dhe për kështu, dhe do ja tregoj çik shpejt sepse do i të marr Klarën nga kopshti. Kam marrë në shtëpi. Jo, kam vajtë pastaj te supermarketi. Kam vajtë te supermarketi, kam marrë mish të grirë, erdhën në shtëpi, bëri me speca të mbushura me mish të grirë me oriz, speca të mbushura. I marr në sapo u fik furra, edhe kam kohë t'ju tregoj se çfarë mora. Do vazhdojmë mirë me hemen, që janë shumë. Fiksimi i Klarës, nuk e dija më ndiqni në Instagram, po Klara këndon këtë këngën e këtyre gocave, që i pëlqen shumë, edhe gjeta këtë bluzën, po nuk ishte në numrin e Klarës, dhe e mora për moshën 6 deri në 8 vjeç. Edhe them, okay, i me në behar, mund t'ja vesh, mund t'i rri çik si fustan. Nuk e di, do shikojmë, do e provojmë. Edhe bënte 13 euro kjo bluzja. Së neku fatura. Në djerë. Po shqese. Nuk e di se sa shumë i më shikojnë të vektu. Në mirë shtu, besoj. Pastaj mora këtë bluzën për veten time, kam një të tillë, të thjeshtë të bardhë, po këto janë shumë elastike. Edhe mora vetëm për 9 euro, 10 euro. Edhe mora masën laj që të rri me në verë të rri që ke lirë. Pastaj mora këteja, fustani këtu, 20 euro, e marrë për Klarën, po doja të kishe dhe pupat të jetë si balerin, por nuk ishte numrin e Klarës, Klara ka 25 dhe nuk ishte, dhe kishte vetëm te 28, 27 e lartë. Edhe këtë, i thash se më bënd se harova. 20 euro. Pastaj mora këto robet e banjo. Mora këto që janë kështu. Edhe nga 14 euro i mora 5,99 €. Këtoja. Dhe nga posh ishin kështu. Ato tjerat i kishin këtë pjesën këtu, i kishin këshuja të mbledhur. Dhe rrinë shumë keq, dhe në parë dhe në mrapa, dhe nuk këdoj. Edhe mua nuk më pëlqen shumë në mrapa të jetë normale. Edhe këtoja, i man 5 euro, 6 euro njëri, 6 euro tjetër bërën, në 14 euro 99. Pastaj, vajta tek Dëmeja, edhe te Dëmeja, pash se këtaja e kishte me ulje. Nga 29 euro, 22 euro e 95, mora 11 euro 25, kishte ulje kjo. Edhe mua më kam mbaruar, ato që kam pasur, dhe 2 më duke se më kam ngelur brenda, dhe thash, gjë e mirë, ishte dhe me ulje e mora.
Ma ishte edhe ky kremi I diellit, SPF, po është me ngjyrë. Ky janë 24,95, mora 12 euro. E 45, po pres kanë pemë. Ku I shtë. Edhe vajtët e ky dyqan që shustaq, që kishte mbrapa, nuk e di kush rri në zonën e Spandau këtu në Berlin. Po është ky dyqani këtu. Kishte shumë gjëra të bukura, më pëlqej edhe një aromë. Po nuk mora se tash nga që do marrë në Greqi dhe nuk mora. Këtu e mora Klarës, është kështu, e hedh ujtin. Edhe le aty te tavlina. Edhe nga që unë Klarës të menja kam heqë biberonin. Edhe tash pse jo, ta mushte me ujë. Është vetë dhe pin ujë. Dhe shumë gjë bukur, mora 8,49 €. Ishte shumë I shtrenjtë si dyqan, që ta dini. Dhe nga që neve do ikim për në Shqipëri, Greqi, duheshin këto këshuja, që janë për të futur gjerat brenda, dhe nuk e di janë si një letër thot A4. Nuk e di sa. Tu e ka domethënë sa të mëdha janë. Shikoj, do ju të them. Po ama si dyqan ishte I bukur, s'kishte shumë gjëra të bukura. Ama ishte shumë të shtrenjtë. Domethënë këto janë në plazh, janë shumë të mira. Unë I marr në plazh, do të futesh rroba banjo, gjëra të lagura, ose ndërres, ose krem dielli, gjëra që do, I fut këtu, I mbyll, edhe nuk bëjnë asnjë gjë, lagën asnjë gjë, janë shumë të mira. Edhe me nga që do llotojnë për makina, duhen të tilla që po bëj Klara pis, po volli kështu. Ke ndërres aty dhe po bëj diçka pis, se futu brenda e mbyll dhe le aty dhe nuk të bie erë. Dhe prandaj e mora, më duheshin toja. Se po shikoj edhe për çfarë të marr, ja për ullëtim, nga që fillim të gushtit themi të ikim, dhe na duhen. Edhe prandaj I mora këto. Po këto diku që mos t'i harroj, se unë jam person që I harroj gjëra. Nuk jam ai person që I majnë shumë. Që ku kam linë Klarë, nuk maj me shtazanie dhe më thënë, I ban mënd shumë keq. Edhe këto mora unë, harxhavallek. Më duheshin, ky, sidomos më duheshe dhe ky. Më duheshe kjo? Jo. Më duheshin rroba banje? Po, më duheshin për në Shqipëri, se në Greqi kam pa fund që I kam lënë te motra. Në Greqi, në Shqipëri nuk kam qenë në plazh dhe pa ma këtë vi Klara këtë që do shikoj, do gëzohet shumë. Edhe do shikoni. Do vi në shtëpi dhe vej aty te divani dhe do shikoni. Po është e madhe, ç'të të bëj? Këtë gjeta. Prandaj po iki unë men, të marr Klarën dhe të vi në shtëpi. Mos jam pa lyrë, pa asnjë gjë. Vetëm vetullat bëra, si qysh çova Klarën në Kopës, tash do zgjova herët, tash do vim në Kopës dhe pastaj do vi te shtëpia, se dyqani hapet në orën 10. Tash do vi në shtëpi dhe do vi të rregullohem pak. Po si, vajte unë në Kopës, ti do Klara duke qaj, mos ik ti, mos bëj ti, mos e le Klara këtu. Ku I bëj këto gjërat e kapa jo. Edhe u vënova në Kopës, dola 9:20. Edhe ika direkt pastaj në Kopshti. Te këtu do e lej që ku të vi Klara ti shikoj ande në salloni. Robat e banjë I provova, se gjithmonë që kam marrë robe për banjë, kam marrë të gjithë. Me mora veçantë. Ika. Ka se po vonohem shumë ama, shumë.